Dhe këtu ka me dërgu një mesazh ato që jetojnë me prind bashk, apo jetojnë me një shtëpi, apo jetojnë ndryshe. Shembull, shtash ka dalë sezona e çershjeve, im shefin çershjat në dhomë të fjetjes veç me gruan ti haja. E kumbet kitë qumshtin që ka dhënë. Apo lonxhat, hajde, i blen im shefin, hajde. Mos t'i shofin ona baba që mos t'i japin atëve. Andodh kjo, na që këto jena e dim këto trika, më kupton. Ka dhe që si. Edhe t'ke frikën e Allahit, nuk më shefat pi nonës pi babës. Haja dhe pi, edhe psa ato, qka dajnë, qka dhe pi. Si janë të haves. Me pas kujdes. Me qartë. Me pas kujdes. E pastaj ata tri habitëm se s'kina bereqet. Dhe ke ish bereqet. Pi nonës pi babës e më shef. Hajën edhe pijen. Blenë mbërësir dhe hanë më sheft si amelzon edhe nonë edhe baba. Jep të mirë vetu si e pateme. Kjo mos folme me misafert. Andaj është shumë me rëndësi me kuptu edhe ndonjëre pse do duas në pranon neve. Pse s'kemi edhe bereqet. Pse nuk hecin do punë mirë si duhet. Edhe këtë mirë ama sove dhe qka të ndërego. So është se këse e lejnë të në masë. A dy të në të këshirën bafqire pa ka o burë. Këshirën qëfar gratës këtë shetanit kjera. Qka e të bon. Kë se ne ka paramendu qumshtin taze të api e dikush para nonës edhe babës. Jo tam shefe. S'pot ma bet. Këto të parë du të me provu, masa ne ato tjertë. Kush të kam vëndu? Këto të parë, s'pari me gëzu nonë edhe baba. Pastaj Thmija. Edhe pse nonë edhe baba do të vepi njerë thmijës. Nuk janë ato që e lipin seftë. Kjo ka qenë pa kompromis. Ju keni me pi qumshtin. Ju keni me pi. Kjo ka qenë vendimi ti pa kompromis. Që nona, baba të partë me pi. Andaj, kur të kemi në kësi raporte, kësi vepra, kësi kujdes ndaj prindve, Allah i na uzofte na drejtoft që kujdesin ndaj prindërve është një ankesë e vazhdueshme që ndëgjojmë prej prindve, prej agjilerëve, prej nonave dhe babave. Shtëpia e pleqve. Unë s'pranoj shtëpi të pleqve. Penzionerski dom i tha. Shtëpi të pleqve shqip se pranoj këtë punë. Penzionerski dom mund të kejse. Domi. Për jo muslimant. Shtëpi të pleqve shqip unë se pranoj këtë laf. Hoxha e ka fjallën sepse të shqiptar kur s'ka ndodhë me pas shtëpi të pleqve. Të Maqedon të sërb ka pas. Mund të pas penzionerski dom, ka pas, e më me të pith mijune dhe ala ka penzionerski dom. Shtëpi të pleqve s'ka. Edhe se di atë lafone. Se di qka është, nëse mund është me translate me më ka. Në Shqipni dhe ishin azil. Po, qka dëni të azil, azilanta, izbeglit, qka dëni të thënë, ama shqepi ja. Për shqiptarët kjo laf, për nonat dhe babalarët shqiptar, kjo se egziston edhe unë se pranoj. Nuk e pranoj. Edhe se di qka do me thonë, ajo, edhe shqip nuk e tha. Dhe na aktualisht, më halën tonë, na ku jetoj, unë ku jetoj, kemi një plak i cili s'ka familje, jetoj në shtëpi në një komshiste. Shtëpi e kaj. Pjesë përbërse të shtëpisë vetë, e ka bo një dhomë me banjo me krejt. 3. Kur e ka ndërtu shtëpinë e ti, e ka ndërtu një pjesë shtëpisë me hyrje me dalje me banjo veçmas, qaj me jetu aty, sa t'ja gjallë. Edhe aj kur ban buk për vetë, ban s'kan lidhja, kjo është shqiptar, ajo është ram. Plaki? Plaki o ram. Në ko shqiptar, ram është. Ama i ndimon shqiptari, se ka mend vetë. Jo, shqiptar, pranori i shtëpisë është shqiptar, plaki është ram. E që është pa familje, pa shtëpi o ram. Romi jeton në shtëpinë këtij komshiste. Axhijës. S'po du me përmend me emra. Po Axhija kur e ndrejtë shtëpinë ja boni edhe atij dhomën e vet, edhe ja boni me banjë me krejtë. Ka një vetë hyrjen daljen,
sa t'jo gjallë që ati është, edhe nusja ati, kur bën buk, I qonë edhe. bën buk edhe për këtë. Parava. Qështu fitohet gjeneti, o gjo? Po, ve. Po, Edhe nusja i kujtën që rëndomat e po diçka, ama të Allah peshon, apo? Ama, a disja, jeton midis 3 shtëpiave të kësaj familjes bashkë, në më bëjna, përdhejës është taj malet, mbrapa edhe nalt është Haxhia, djali Haxhis. A e ka hyrën më të mire ka aj. Jo, do shta me thonë, qish fitohet gjeneti kur një huj plak e para mëno të prinderve me Se uvo? kemi quna në penzionerski dom, Po. se asi tjetër s'ka. Se kemi quna. Kena mujtë në më organizu me apagu, me qunë. Edhe me rahatu, më thonjë zë. Ja, na e kemi, Haxhia e ka vlerësu se e du të me nejtë qati. Edhe aj qateri, partë të pasho, në u përqëndet të mungu shumë me agën, të shkoj se aga e thirë në natë, se maj madhe aga e thirë në. Këshire, vetë fakti kër e thirë të agë. Në penzionerski do të me qunë, ato e bëjnë, ej, more, vetë që i bërtase. Sigur në pej që ndodhi kur e rafër. Ati vetë që rejnë e bërtasin, ati e trajtojnë si pacient, si njeri që Infermiera. inshallah ma shpejt desë. Ama këtu aga e thirë në na. Aja aga është. Aja aga i mahallës është. Ndërla. E kësi vepra neve na duan. Dhe këtë e të regoj se ka mune në shpiteme, e ka Haxhia, një Haxhi mahallës tonë, a e ka shpit vetë. Edhe letë të regoj. Po na gjithat e respektojme ndëre. Edhe gjithë jemi të gatshëm, çka do që ai ka në ai kërkesë, mjafton socializimi, gjithë mahalla e ndërën e respektojnë atë, domethënë veç e shikojnë mos ka nevojë diçka mos ka ai hall, gjithë janë gjendje gatishmërie mi ndihmu ati. Je të fol për një person i cili nuk është baba edhe nana e askujt. Nuk është baba e askujt. S'ka lidhje. Le më prindërit mi i trajtu keq, mi i çu dikon ose mos më kujdes. Zot na ruaj. E du ta mahallat e Shkupit, edhe mahallat shqiptare, muslimane, krejt, jo vetëm të Shkupit, do nuk e njohin atë term. Penzionerski dom dine se s'ka pas lidhje kur me neve ata. Edhe atë term vetëm maqedonisht na e njohim se te pala tjetër ka qenë ajo praktik. Pi moti. Te pala shqiptare, te pala muslimane s'ka ashtu edhe s'dut me pas. Edhe s'ban me pas. Besoni që ajo është me nxjerr xhenetin me përzon pi shtëpisë. Shumë du të me pas kujdes. O, një këshill speciale për këtë ato sa kanë se vapet që kujdeset më prindërit e ti motivojnë ose se s'pa e din shumica. Plot nuk me e din. Edhe rejat, edhe... Allah na falte, na udhzoft. Xhenetin mundet me fitu duke kujdes për problemi të prindërit. rejat, problemi o të djemt. Po të po. Problemi o të djali, të evladi. So problemi të rejat, të nusit. Kur djali ndije ndërgjegje përgjegjësi ndaj nonës dhe babës, pastaj letër çdo send.